AF luftëtari është duke vijuar serinë e fitoreve të njëpasnjëshme ku e radhës ishte me ekipin e Devollit. Bluzinjt patën grind gjatë ndeshjes duke shënuar 4 herë në portën e Devollit. Trajneri Besmir Shabani u shpreh i kënaqur dhe vlerësoi lojën që ekipi zhvillon në çdo ndeshje, duke marrë 3 pikshin e merituar. Gjatë kësaj jave çuna do të punojnë akoma më shumë për të shkuar në Orikum dhe të rëmbejnë fitoren e radhës. Ne bëm detyrën e radhës. Ishte e rëndësishme që të reagonim si me lojë, si me prodhim raste edhe me interpretim lojë, u vendosëm mirë në fush, duke pas parasysh edhe ngarkesën që kemi psikologjikike do të thosha, sepse lojtarët e dinë shumë mirë që kemi një ndeshje jo të lehtë, por që as shumë të vështirë, normalisht vendi i parë me vendin e dytë. Futboll do luajmë, s'ka asnjë gjë për të shqetësuar, i shkojmë me kokën lart, i shkojmë me besim absolut. Dhe presim më të mirën atë që kemi bërë çdo ndeshje. Ndeshjen në Orikum jemi të gjithë gatshëm, çunat gëzojnë një formë të mirë. Ajo që po punojmë më shumë tani dhe gjithë kjo javë është ana psikologjike. Atë kemi marrë si detyrë dhe për ta zbatuar me çunat bashkë. Ndërkohë që trajneri i Devollit Trifon Meraku bëri me dije se gjendja jo e mirë e disa futbollistëve bëri që rezultati mos të ishte pozitiv. Edhe pse golat mund t'i evitonin, përsëri ai shprehet se do të punojnë fort për ndeshjet e tjera. Ndikua dhe gjendja e disa futbollistëve, duke parë gjatë javës stërvitore që kemi zhvilluar, disa lojtarë, duke thoshin nga portieri dhe 3 lojtarë të tjerë kanë qenë me gjendje gripale, megjithatë në momentet e fundit jemi munduar të rikuperojmë, aq sa kemi pasur mundësi. Nuk më mirë të mendja që ekipi nuk do funksiononte, sepse po të shikojmë dhe gola që pësuam, ishin gola plotësisht të evitueshëm nga ne. Megjithatë, kjo është realiteti, s'kemi çfarë bëjmë. Shpresojmë për ndeshjet e tjera për të rregulluar diçka. Ekipi luftëtari do të përgatitet gjatë këtyre ditëve për duelin me Orikumin. Bluzinjt ndodhen në vendin e parë të tabelës së klasifikimit me 47 pikë.